Ju përshëndes të gjithëve, këto janë lajmet në Top Channel ku do të ndiqni. Këtë të thënë, Izraeli dhe Hamasi zhvillojnë bisedime indirekte në Egjipt për të arritur një marrëveshje paqeje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës si negociatore synojnë që të japin fund konfliktit të nisur 2 vite më parë. Presidenti Amerikan Donald Trump shpreh optimist se brenda disa ditësh do të ketë një marrëveshje paqe për Gazën. Ndryshe nga Netanyahu që bën thirrje për lirimin e pengjeve, sekretari Rubio kërkoi fillimisht fundin e bombardimeve atje. Udhëheqës të Ballkanit Perëndimor u mblodhën në Golem për samitin e radhës të procesit të Brdo-Briunit. Ministrja për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali thotë se ky samit vjen në një moment të rëndësishëm për Shqipërinë dhe rajonin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Katarit do të ndërmjetësojnë bisedimet e paqes që nisin të hënën në Egjipt për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Pranimi i planit të Trumpit nga grupi militant Hamas i hapi rrugë negociatave indirekte me Izraelin. Këtë të hënë pritet të nisin në Egjipt negociatat indirekte mes Izraelit dhe Hamasit me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara dhe Katarit. Këto bisedime shihen si ndër më të rëndësishmet që nga fillimi i luftës në Gaza dhe mund të përcaktojnë nëse ekziston një rrugë reale drejt një armëpushimi dhe fundit të një konflikti të përgjegjshëm. Negociatat zhvillohen pas një reagimi të papritur nga Hamasi, që pranoi planin e Donald Trump, i cili përfshin lirimin e pengjeve dhe dorëzimin e qeverisjes së Gazës tek një administratë teknokratike palestineze. Shumë palestineze përshkruan reagimin e Hamasit ndaj planit të paqes si të papritur, pas ditësh indikacione se grupi do të përgatitej të refuzonte ose të paktën të kushtëzonte rënd pranimin e propozimit të planit të paqes së Trump. Në vend të kësaj, Hamasi u përmbajt nga përfshirja e vijave të kuqe tradicionale në deklaratën zyrtare, një veprim që shumë e interpretojnë si një shenjë të presionit të jashtëm. Mësohet se kryesuesi i delegacionit të Hamasit do të jetë Kail Al-Aya, një nga objektivat e një atentati izraelit në Doha të Katarit muajin e kaluar. Po ashtu në bisedime do të jetë i dërguari special i SBA-ve, Steve Witkoff, dhe ëndri Donald Trump, Jared Kushner dhe kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Al-Duraman Al-Thani. Izraeli mësohet se ka rënë dakord për një tërheqje fillestare nga disa pjesë të Gazës, por deri të dielën, Ministria e Shëndetësisë së Gazës e drejtuar nga Hamasi njoftoi për vrasjen e 65 banorëve nga sulmet e ushtrisë izraelite. Plani me 20 pika i Donald Trump propozon një ndërprerje të menjëhershme të luftimeve dhe lirimin e 48 pengjeve, vetëm 20 për të cilëve mendohet se janë ende gjallë në këmbim të qindra palestinezëve të burgosur. Presidenti Amerikan Donald Trump shprehet optimist që brenda disa ditësh do të ketë një marrëveshje paqe për Gazën. Sekretari i Shtetit Rubio sakaqi bëri thirrje Izraelit që të ndalë bombardimet. Presidenti Donald Trump tha të dielën se bisedimet për zbatimin e një armëpushimi për Gazën do të zgjasin me ditë, ndërsa shefi i tij i politikës së jashtme, Marco Rubio, paralajmëron Izraelin se duhet të ndalojë bombardimet që të ndodh lirimi i pengjeve. Përpara gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë, Trump u shpreh optimist kur tha se negociatat janë në udhë të mbar. Negociatorë nga Izraeli dhe Hamasi kanë planifikuar të zhvillojnë bisedime në qytetin turistik egjiptian Sharm el Sheikh, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shpreson se pengjet e mbajtura në Gaza mund të lirohen brenda ditësh, por sekretari Marco Rubio i bën thirrje për ndalimin e bombardimeve izraelite në Gaza. Mendoi se izraelitët dhe të gjithë e pranojnë se nuk mund të lirohen pengje në mes të sulmeve, kështu që sulmet do të duhet të ndalen, tha ai për mediat amerikane. Shtyrja diplomatike vjen pas përgjigjes pozitive të Hamasit ndaj planit të Trump për të dhënë fund luftimeve dhe lirimit të robërve në Gaza në këmbim të palestinezëve të mbajtur në burgjet izraelite. Udhëheqës të Ballkanit Perëndimor u mblodhën në Golem për samitin e radhës të procesit të Brdo-Briunit. Ministrja për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali thotë se ky samit vjen në një moment të rëndësishëm për Shqipërinë dhe rajonin. Shqipëria është mikpritësja e radhës e samitit dyditor të procesit të Brdo-Briunit,
i cili nisi këtë të diel në Golem në kujdesin e presidentit Bayram Begaj dhe do të vazhdojë edhe përgjatë së hënës, pamje të momentit të takimit me udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të dy shteteve themeluese të këtij procesi, Kroacisë dhe Slovenisë, i ndau ministre e punëve të jashtme Elisa Spiropali. Samiti mbahet në një moment domethënës në Shqipëri, teksa rajoni ynë ka në duar instrumentin financiar që përshpejton afrimin ekonomik dhe social me BE-n, planin e rritjes, thot Spiropali në një status të ndarë në rrjet, ndërkohë që me anë të këtij takimi synohet forcimi i bashkëpunimit rajonal, adresimi i sfidave të përbashkëta për të përshpejtuar integrimin evropian të rajonit. Pritet që në përfundim të samitit të miratohen konkluzionet të përbashkëta, të cilat synojnë të shërbejnë si një shtys konkrete për rritjen e bashkëpunimit dhe përparimin në rrugën e integrimit evropian për të gjitha vendet pjesëmarrëse. Pjesë e këtij procesi janë Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Hercegovina si dhe Serbia. Takimet në kuadër të iniciativës së Bërdobriunit janë mbajtur çdo vit që nga viti 2013. Opozita protestoi gjatë për shkarkimin e Rion Veliajt, por ende nuk ka një kandidat të qartë për kryebashkiak të Tiranës. Emrat të njohur si Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti u tërhoqën. Aktualisht përfliten kandidat pavarur, por asnjë emër nuk ka marrë mbështetje unanime brenda partisë. Vala e protestave të opozitës para Bashkisë së Tiranës për shkarkimin e Rion Veliajt solli pas një viti një dëshirë të plotësuar me bashkimin e votave të demokratëve me socialistët, por duket se e gjeti Partinë Demokratike pa një plan B. Kush do të ishte kandidati i tyre i vlefshëm për drejtimin e kryeqytetit me mbi 1 milion banor? Pa një emër kur nisën protestat ende në kërkim edhe me shpalljen e datës së zgjedhjeve të parakohshme në 9 nëntor. Me zyrtarizimin e vendimit u tërhoqën nga gara për pushtetin afatshkurt të 2 vjeçar, kandidaturat më të përfolura mes demokratëve, Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti. Ky mos sakrifikim solli deklarata pas deklaratash në takimet e PD-s me aleatët se lista e emrave është e gjatë, por duhen respektuar kriteret në një proces konsultimi. Konsultohemi, pastaj vendosim. Konsultimi përfundoi sërish pa një emër zyrtar, por me një vendim që opinioni publik po e cilëson qesharak. Opozita do të jetë mburoja mbështetëse e kandidatëve të pavarur. Një tjetër proces ka nisur në këtë fazë, ndërsa akademiku Artan Fuga thotë se asnjë deputet nuk e merr përsipër të kandidojë për Tiranën, ndërkohë që në fund opozita do të gjejë dikë që e quan fitore vetëm se ju zu emri në gojë. Emra publik, por jo politik, po vetë ofrohen në garën përballë kandidates së Partisë Socialiste Ogerta Manastirliu. Një fushbetejë elektorale që duket jo e barabartë, por sërish me kosto më të madhe për opozitën që mendon se duhet të përzgjidhet një emër intelektual, duke shkaktuar zemërimin e një pjesë të demokratëve që kërkojnë të jenë kandidatët për kryebashkiak si Adriana Kalaja apo Klevis Balliu. Dhe ku nuk mungojnë edhe sulmet drejt jo partiakëve që kanë shprehur dëshirën për një kandidim. Akademiku me formim shkenca politike Ermal Asimja ishte ndër të parët të cilët i tha po një kandidimi të mundshëm. Gatishmëri për të përfshirë në garë ka shprehur edhe Agron Haxhimali, kryetari i shoqatës së bashkive. Florian Haçkaj është gati të lërë diasporën për të bërë pjesë e zgjedhjeve në Bashkinë Tiranë. E së fundmi, si për ta bërë stradë atmosferën e këtyre zgjedhjeve, edhe aktori Florian Binaj ka vendosur të kandidojë për të qenë ai i pari i Tiranës. Disa prej këtyre emrave kanë marrë premtime mbështetje nga faktorë të ndryshëm brenda opozitës, por asnjëri deri më tani nuk ka një unanimitet të gjithë spektrit opozitar. Pesë antar të një familje u plagosën në një aksident që ndodhi mbrëmjen e së dielës në afërsi të Klosit. Pesë antar të një familje u plagosën në një aksident të ndodhur mbrëmjen e së dielës në afërsi të Klosit. 2 automjete me drejtues DK dhe FB u përplasën në fshatin Fshat për arsye ende të paqarta, ndërsa të plagosur mbetën 4 pasagjerë që udhëtonin me DK, antar të familjes së tij dhe vetë drejtuesi. Të plagosurve që kanë marrë lëndime ju është dhënë ndihma e parë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën, po ashtu policia nisi hetimet në vendngjarje për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti.
Një 31 vjeçar që ishte vënë në ndjekje nga forcat shqiponja përplasi 9 automjete në afërsitë të Saukut në kryeqytet dhe lat plagosur një efektiv policie që ishte jashtë shërbimit, si dhe bashkëshorten e tij. Imer Krashi u arrestua pak minuta më pas nga forcat e rendit. Makina të shkatruara, shofer të panikosur e të dëmtuar dhe këmbësor të lënduar, si në një skem filmi, një 31 vjeçar i armatosur u përpoq t'i shpëtonte policisë, duke shkaktuar një aksident të rënd me përplasjen e 9 makinave dhe një motori, ku si pasoj një efektiv i policisë jashtë shërbimit, së bashku me bashkëshorten, ndodhe në spital në gjendje të rënduar shëndetësore. Rreth orës 12:30 të kësaj të diele, në zonën e liçenit të Thatë, forca e posaçme shqiponja i ka bërë shenjë ndalimi Imer Krashit, pasi kishin marrë informacion se po lëviste në automjet me armë zjarri. Pas ndalimit, në momentin që 31 vjeçari ka mësuar se ndaj tij do të ushtrojë kontroll, ai është larguar me shpejtësi në drejtim të autostradës, duke përplasur një nga një 9 makinat dhe një motomjet. Aratisja e furishme e 31 vjeçarit Krashi përfundoi në afërsi të Saukut. Pas ndjekjes intensive, ai u arrestua dhe në makinën që po drejtonte ju gjet një armë zjarri tip pistolet. Blokojni! Shqiptari shërbim që gjithë shqipojve dhe të tegu. Si dëmtuar krahun e shoferit. Imer Krashi me origjinë nga Fushkruja, i cili përdorte edhe emrat Imer Masha dhe Imer Ruka, është një emër i njohur për drejtësinë. Ai është akuzuar më parë për vjedhje me dhunë, kanosje, mosbindje dhe plagosje të lehtë dhe për lidhje me grupet kriminale në zonën e origjinës së tij. Ndonë se në kushte të vështira shëndetësore, greva e Panoruçit ka hyrë në ditën e 22. I biri Denis ishte një nga 57 viktimat e tragjedisë të trenave. Pano kërkon zhvarrosjen dhe marrjen e ADN-s të birit për të vazhduar betejën për drejtësi. Për të 22-ën ditë me radhë, në sheshin Sindak Matatinës, Panoruçi, babai Denis Ruçit, njërit prej viktimave të tragjedisë në Tebi, vazhdon grevën e urisë pavarësisht gjendjes së rënduar shëndetësore. Ai kërkon të drejtën për zhvarrosjen e trupit të birit në mënyrë që të bëhen analizat e ADN-s dhe ato toksikologjike për zbardhjen e plotë të aksidentit ku humbën jetën 57 vetë në shkurt të vitit 2023. Qindra qytetarë mblodhen sot në një protestë të re solidariteti me Ruçin, i cili kërkon të zbulojë shkakun e vërtetë të vdekjes së djalit. Jam këtu prej 22 ditësh dhe nuk më intereson politika, dua vetëm të di nga se vdiq fëmia im, deklaron ai. Do doja edhe një herë t'ju falenderoja që jeni pranë meje, çdo ditë e çdo çast, dhe nuk do të ndalem derisa t'ju jap urdhër për analizat toksikologjike të fëmijës tim. Përndryshe nuk ikim, do të qëndrojmë këtu deri në fund. Për krah grevistit urisë, emigrant nga Shqipëria, qëndrojnë çdo ditë qytetar, familjar të viktimave dhe aktivistë që kërkojnë drejtësi për tragjedinë e Tebit. Edhe sot edhe nesër dhe sa duhet, Panoruçi do të fitojë të drejtën e tij. Ky ishte mesazhi që dëgjoi vazhdimisht nga protestuesit, ndërsa shumë qytetarë afroheshin për të nënshkruar mesazhe mbështetjeje për të. Greva e urisë së tij është ndruar në një simbol të kërkesës shoqërore për transparencë dhe drejtësi. Lumi i zemërimit po del jashtë shtratit, shoqëria kërkon frymëmarrje dhe këtë qeveria nuk mund ta kontrollojë, thuhet në deklaratën e Komitetit të Solidaritetit. Brenda vet kampit qeveritar po shtohen zërat që kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme për kërkesën e tij, përpara se gjendja shëndetësore e grevistit të bëhet e pakthyeshme. Pranë tij qëndrojnë disa mjek, ndërsa ka shkuar edhe para 2 ditësh për analiza në spital. Komiteti i Solidaritetit ka njoftuar një tjetër tubim të madh të mërkurën në orën 17:30 në të njëjtin vend, në shenjë mbështetje për babain grevist uris, që tashmë është quajtur babai i të gjithëve. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Përfshirja e të miturve në krime po rritet në mënyrë alarmante, me 1113 raste gjatë gjysmës së parë të këtij viti përfshir 393 fëmijë nën 14 vjeç. Vjedhjet, shitja narkotikëve dhe plagosjet janë veprat më të shpeshta. 2 16-vjeçar nga Kamza do të vinë në këtë gjykat ku do të përballen me akuzën se kanë bërë për spital 3 shokët e tyre për një motiv krejt banal, por rasti i tyre nuk është i izoluar. Të miturit në Shqipëri po prekin kufi alarmues të përfshirjes në krim. Në vetëm 6 muajt e parë të këtij viti janë evidentuar 1113 të mitur që kanë konsumuar së paku një vepër penale. Ajo që e bën më alarmante situatën është fakti se 393 prej tyre janë fëmijë të moshës nën 14 vjeç. Kemi një rritje të ndjeshme të veprave penale për të cilat dyshohen
persona të mitur. Vetëm gjatë vitit 2025, në gjykatën e Tiranës, dhoma penale, janë paraqitur dhe janë shqyrtuar 60 kërkesa penale për vlefsim, arrestin në flagrancë dhe caktim mase sigurimi për persona të mitur. Janë vepra penale në cilat ata mbeten dhe i u rikthehen, siç është për shembull vepra penale e vjedhjes, siç është vepra penale e prodhimit shitja e narkotikëve, që është fatkeqësisht shumë e shtuar kohët e fundit. Përsëritjen e veprave penale e dëshmon edhe kjo video e marrë nga kamerat e një biznesi në kryeqytet. Një i mitur për të disatën herë kryen vjedhje në këtë biznes. Shoqërohet nga policia, por për shkak të moshës së tij, lihet i lirë pa mundur dot të rehabilitohet. Vjedhja është ndër veprat më të shpeshta që kryhen nga të miturit, por të shpeshta janë edhe sherrjet dhe plagosjet mes tyre, ku sipas të dhënave të policisë në vetëm 6 muajt e parë të këtij viti janë evidentuar 114 të mitur si autor. Problematike mes të miturve mbetet edhe drejtimi i mjetit pa patent, ku pasojat shpeshherë janë të rënda. Vështirësia jonë është që ata nuk kanë përkrajen e prindërve. Vështirësia jonë janë kur prindërit e tyre nuk i ndjekin dot, nuk marrin përsipër mbikëqyrjen e tyre, mbajtjen e tyre nën vëmendje, gjatë gjithë orëve të ditës, jo vetëm në një moment të caktuar. Kështu që ne duhet t'i japim vëmendje krijimit të institucioneve të posaçme, jo burgut. Burgu duhet të jetë fjala e fundit, zgjidhja e fundit për një të mitur. Duhet institucioni i posaçëm dhe autoritetet dhe personat kompetent të specializuar për këtë detyrë dhe me këtë funksion. Këto shifra nuk janë thjesht krime të miturve. Janë krime të një shoqërie që nuk arrin të mbrojë fëmijët e saj. Nëse sot shoqëria nuk vendos të investojë në parandalim, që t'i largojë fëmijët nga dhuna, vjedhjet apo shkeljet të tjera të ligjit, çmimi që do duhet të paguaj do të jetë shumë më i madh. Për Top Channel, Doriana Bezat. Kontrolli i lartë i shtetit publikoi një raport auditimi mbi menaxhimin e barnave onkologjike, duke evidentuar shkelje serioze që rrezikojnë sigurinë e pacientëve. Në raport zbulohet se si ishte ndryshuar data e skadencës së disa ilaçeve, duke krijuar rrezik nga përdorimi i tyre. Të sëmurët e onkologjikut nuk marrin as shërbimin as barnat në kohë. Si dhe ndodh kur i marrin që të mos jenë ato të duhurat, apo edhe të përballen me ilaçe të skaduara të cilat janë falsifikuar. Në raportin e kontrollit të lartë të shtetit del në pas se situata nuk është përmirësuar pas rikontrollit, ku edhe pse numri i pacientëve rritet, shpenzimet mbeten të njëjta. Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë për barnat rezulton të jetë i nënfinancuar dhe nuk mbulon nevojat reale të shqiptarëve që vuajnë nga kanceri, ndërsa plani buxhetor i QSUT-s nuk reflekton kërkesat jetike të pacientëve. Nga verifikimet e kryer në farmacinë qendrore, në kuadër të kontrollit të inventarit fizik dhe krahasimit me të dhënat në sistemin për barnat që përdoren për trajtimin e sëmundjeve tumorale, u konstatua se për barin Doxorubic 50 mg, 2 mg flakon, ndonë se sasia fizike në përputhje me regjistrimet në sistem, data e skadencës e shënuar në sistem nuk përputhej me ata të verifikuar fizikisht. Gjetjet e KLSH-s tregojnë se as importi farmaceutik nuk funksionon plotësisht, pasi gati gjysma ilaçeve që luftojnë sëmundje tumoriale nuk kanë mbërritur te pacientët shqiptar. Nga ana tjetër janë shënuar 49 raste vonesash të pajustifikuara barnash nga importuesit farmaceutik, edhe pse shumë pacientë ishin në pritje të këtyre medikamenteve, dhe autoritetet kanë marrë masa ndëshkimore vetëm për 2 prej tyre. Bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga sektori i shpërndarjes, mbi importin e barnave, rezulton se nga 253 barna antitumorale të autorizuara për tregti në Republikën e Shqipërisë, 116 prej tyre, ose në masën 46%, nuk janë importuar në asnjë rast. Gjatë periudhës së auditimit, janar 2021, mars 2025, kjo situatë mbart rreziqe potenciale mbi efikasitetin e mekanizmeve ekzistues. Audituesit shtetëror vlerësojnë në 3 vite, nga 2022 deri në 2025, se mungesa e barnave kombinuar me mangësitë në shpërndarje në shërbimet spitalore krijon një situatë me risk të lartë për sistemin shëndetësor dhe për pacientët që marrin trajtim në këto struktura. Gjithashtu konstatohet mbajtja e stoqeve të skaduara duke rritur artificialisht gjendjen e barnave në sistem. Problematik mbetet dhe prodhimi i barnave pa analiza laboratorike. Gjatë monitorimit, KLSH raporton raste të pritjes së gjatë për të kryer kimioterapi dhe pacientë që ndihen të detyruar për të kuruar jashtë Shqipërisë, duke ju mohuar në këtë mënyrë e drejta kushtetuese e kujdesit shëndetësor në vendlindje.
Shqipëria po përdor inteligjencën artificiale për të automatizuar prokurimet publike dhe për të luftuar korrupsionin. Sa i përket transformimit digjital në administratën publike, ajo renditet ndër vendet e para në rajon, por ka sfida si mungesa e një baze ligjore të plotë dhe nevoja për mbikëqyrje. Shqipëria po renditet ndër vendet e para në rajon e Europë, por dhe më gjerë, që po përfshin inteligjencën artificiale në prokurimet publike, si pjesë e një transformimi të gjerë digjital në administratën shtetërore. Synimi i qeverisë është që tenderat publik të jenë të automatizuar dhe të monitoruar nga algoritme që identifikojnë rreziqet e korrupsionit, parregullsitë dhe praktikat e dyshimta. Por kjo shihet me dyshim nga shoqëria civile, e cila identifikon një sër paqartësish që duhen zgjidhur para vënies në funksion të plotë me inteligjencë artificiale. Nëse algoritmet nuk kanë integritetin, cilësinë, saktësinë e duhur, a do të sjellin ato probleme dhe vështirësi? Problemi tjetër që ndron kush do ta mbikëqyr këtë proces. Si do të bëhet ankesa? Auditi suprem, në qoftë se kemi të bëjmë me një gabim, si do ndërhyj për të bërë auditimin? Prokurimi publik gjithashtu është një nga fushat kryesore të procesit të integrimit. Kjo fazë tranzitore me problematikat që mund sjell mund të na shkaktojë dhe vonesa dhe defekte. Por nëse Shqipëria ja del të implementojë një pjesë të mirë të kritereve, cilat janë përfitimet që do të kemi? Një ndër to është patjetër transparenca. Implementimi i inteligjencës artificiale në lloj forme do ta zhbojë të gjithë procesin e korrupsionit, duke bërë të gjitha ato dhënat më transparente dhe patjetër duke angazhuar një software apo inteligjencë artificiale që edhe mënyra e përzgjedhjes së atyre firmave që marrin pjesë në procesin e prokurimit të jetë sa më adekuate dhe të jetë sa më e rregullt. Duke nisur nga Ballkani, tentativat janë të pakta, si për shembull Serbia, po përdor chatbot bazuar në inteligjencën artificiale, që ofrojnë konsultim virtual për zbatimin e ligjit të prokurimeve, monitorimi i prokurimeve federale dhe deri tek auditimet automatike nëpërmjet inteligjencës kryhen në Brazil, por përsëri hasin anomali në zbatimin e ligjit dhe probleme në barazi në tendera. Deri tani, ajo është bërë nga disa njësi të caktuara në vende të tjera, por kryesisht në përcaktimin e çmimeve të referencës apo në vlerësimin e riskut për korrupsion, shpeshherë të bërë edhe nga organizata të shoqërisë civile, siç është organizata jonë. Një software inteligjencë artificiale, qoftë diella apo jo, ta bëjë të gjithë proces që të jetë një proces ligjor edhe i pakorruptuar, duhet patjetër që të jetë i formatuar në mënyrën e duhur. Me krimin e sistemit inteligjent, vendi synon që nga fundi 2026-s, mbi 90% e tenderave publik të monitoruar nga algoritme, të identifikojnë rreziqet më kryesore në prokurime. Kaq për lajmet në Top Channel, nderuar shikues, mirupafshim bashkë.